Përshëndetje. Ka disa fjali që duken si shaka, por mbajnë brenda një copë të madhe të së vërtetës. Njëra prej këtyre është: ti nuk je maskara, prandaj do të vuash në jetë. Shumë njerëz qeshin kur e dëgjojnë, të tjerët tundin kokën dhe thonë: ashtu është. E çuditshmja është se të dyja palët kanë pak të drejtë. Nëse je njeri që mban fjalën, që nuk mashtron, që ndihmon të tjerët dhe përpiqesh të mos bësh dëm askujt, ka shumë mundësi të kesh kaluar të paktën një herë këtë përvojë. Dikush ka përfituar nga mirësia jote. Të ka marrë kohën, parat, energjinë dhe besimin. Pastaj është larguar sikur të mos ketë ndodhur asgjë. Dhe pikërisht aty lind pyetja: a është vërtet disavantazh të jesh njeri i mirë? Psikologjia nuk e njeh botën me etiketa si maskara dhe ëngjëj. Njerëzit janë shumë më të ndërlikuar. Megjithatë, ajo pranon diçka interesante. Individët që kanë më shumë ndjeshmëri, ndërgjegje të fortë morale dhe prirje për të kënaqur të tjerët, shpesh bëhen më të prekshëm ndaj shfrytëzimit. Jo sepse janë budallënj, sepse supozojnë se të tjerët mendojnë si ata. Ky është një nga gabimet më të zakonshme që bëjmë. Ne u aveshim të tjerëve në mënyrën tonë të menduarit. Nëse unë nuk do të tradhtoj një mik, më duket e pabesueshme që ai të më tradhtoj mua. Nëse unë nuk do të gënjeja dikë për disa mijëra lekë, pres që dhe ai të sillet njësoj. Por njerëzit nuk funksionojnë sipas një programi. Në praktikën psikologjike kjo shihet shpesh. Dikush hyn në zyrë edhe të thotë: nuk e prisja kur nga ai. Në shumicën e rasteve, problemi nuk është se tjetri ishte i paparashikueshëm. Problemi është se kishim ndërtuar një version të tij që nuk ekzistonte. Ironikisht, njerëzit më të ndershëm janë shpesh më optimistët për karakterin e të tjerëve. Po le të marrim një shembull të thjeshtë shqiptar. Një fqinj të kërkon makinën, vetëm për 2 orë. Ti je jep. Ai e kthen pas 2 ditësh me rezervuarin bosh dhe me një gërvishtje te një derë. Kur ti i thua diçka, ai përgjigjet: po çe bën kaq të madhe derbar? Ti mbetesh i habitur. Ai jo. Sepse të dy nuk kishin të njëjtat përkufizime për përgjegjësinë. Kjo nuk do të thotë se ai është domosdoshmërisht njeri i keq. Mund të jetë thjesht egoist, i papjekur, ose i mësuar që gjithmonë dikush t'ia fal. Ka dhe një fenomen tjetër psikologjik që ja vlen të përmendet. Quhet prirja për të kënaqur të tjerët. Janë ata njerëz që e kanë të vështirë të thonë jo. Nuk duan të zhgënjejnë askënd. Pranojnë punë shtesë. Japin uha kur vetë nuk janë mirë ekonomikisht. Rinë në marrëdhënie që i lodhin. Dëgjojnë hallet e të gjithëve, ndërsa askush nuk pyet për të tyre. Nga jashtë duken të fortë, brenda janë të raskapitur. Shpesh kjo nuk lidhet me mirësinë, por me frikën nga refuzimi. Disa njerëz janë rritur duke besuar se vlera e tyre matet me sakrificat që bëjnë për të tjerët. Nëse nuk ndihmojnë, ndihen fajtor. Nëse vendosin kufi, ndihen egoist. Dhe këtu fillon vuajtja. Jo sepse janë njerëz të mirë, sepse nuk dinë të mbrojnë veten. Ky është dallim shumë i rëndësishëm. Mirësia nuk kërkon vetë shkatërrim. Mund të jesh i sjellshëm dhe njëkohësisht të thuash jo, këtë nuk e bëj. Mund të jesh bujar pa u bërë bankomat ambulant për fisin. Mund të jesh i dashur pa pranuar çdo mungesë respekti. Shumë njerëz i ngatrojnë këto. Mendojnë se kufijt janë shenjë ftohtësie. Në fakt ndodh e kundërta. Kufijt i mbajnë marrëdhënie të shëndetshme. Kur mungojnë, grumbullohet pa kënaqësi. Fillimisht hesht, pastaj kthehet në nervozizëm, më vonë në shpërthim. Ai që gjithë jetën është sjell mirë, pa pritur etiketohet si njeriu i keq, vetëm sepse një ditë ai u lodh. Dhe kjo tingëllon paradoksale. Një tjetër gabim është ideja se njerëzit e mirë fitojnë gjithmonë. Do të ishte bukur, por jeta nuk funksionon si në filma. Studimet mbi bashkëpunimin tregojnë se mirësia është një strategji shumë e suksesshme kur përballet me njerëz që respektojnë rregullat,
kur përballet me manipulues ose shfrytëzues, e njëjta strategji mund të kthehet në dobësi nëse nuk shoqërohet me vendosmëri. Pra, problemi nuk është mirësia, problemi është mirësia pa kufi. Ka njerëz që e nuhasin këtë shumë shpejt. Nuk ka nevojë për teste psikologjike, mjafton të shohin se sa herë pranon të sakrifikosh veten për të kuptuar deri ku mund të shtyjnë. Kjo nuk është magji, është vëzhgim. Manipuluesit shpesh provojnë kufit me kërkesa të vogla. Nëse ti pranon gjithçka, kërkesat rriten. Në fund habitesh se si përfundove duke bërë gjëra që nuk do t'i kishe imagjinuar. Është si historia e tenxheres me ujë. Temperaturën nuk ta rrisim menjëherë, e rrisim pak nga pak. Shumë prindër, sidomos në kulturën tonë, u mësojnë fëmijëve të jenë të sjellshëm. Dhe bëjnë shumë mirë. Por ndonjëherë harrojnë të mësojnë edhe diçka tjetër, të dallojnë njerëzit që e meritojnë besimin nga ata që e përdorin atë. Fëmia rritet duke besuar se duhet të durojë gjithçka për të mos prishur qefin e tjetrit. Më pas bëhet i rritur dhe nuk kupton pse gjithmonë përfundon në marrëdhënie ku jep shumë dhe merr pak. Në terapi ndodh shpesh që dikush na thot, pse më ndodh gjithmonë mua? Ndoshta pyetja më e dobishme është tjetër. Pse zgjedh vazhdimisht njerëz që nuk respektojnë kufijtë e mi? Dhe kjo është pyetja më e pakëndshme, por edhe më e dobishme. Sigurisht që nuk duhet të bijem në skajin tjetër. Ka njerëz që pasi janë zhgënjyer disa herë, vendosin të mos besojnë më askënd. Bëhen të ftohtë, dyshues dhe mendojnë se çdo njeri ka një interes të fshehur. As kjo nuk është zgjidhje. Mosbesimi i përgjithshëm të mbron nga disa zhgënjime, por të privon edhe nga marrëdhëniet e mira. Arti nuk është të mbyllësh derën. Arti është të dish kujt t'ia hapësh. Mbase fjala ti nuk je maskara, prandaj do të vuash në jetë, duhet korrigjuar pak. Ndoshta do të ishte më saktë të thuaj ti do të vuash nëse je i mirë, po nuk ditë të dallosh kujt t'ia dhurosh atë mirësi, sepse mirësia nuk është problem. Naiviteti po. Psikologjia nuk na fton të bëhemi cinik, nuk na sugjeron të manipulojmë të tjerët që të mos na manipulojnë. Na mëson diçka shumë praktike. Empatia dhe kufit mund të ecin dorë për dore. Mund ta kuptosh dikë pa e justifikuar. Mund ta falësh pa e lejuar të lëndoj përsëri. Mund të jesh zemër mirë pa u bërë viktim. Në fund, ndoshta nuk është e vërtet se njerëzit e mirë vuajnë më shumë. Ata vuajnë më shumë vetëm derisa mësojnë se karakteri i mirë nuk matet me sa shumë duron, por edhe me sa shumë di të mbrosh veten, sepse respekti për të tjerët fillon aty ku nuk mbaron respekti për veten. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi, mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të parë videot që e therr pas here. Dhe në videon tjetër, miru takofsh.